Dikush e qep një fustan, tjetra e krijon një skulpturë, tjetri e pikturon një pikturë. Këto preken dhe mbrohen. Dikush kompozon një këngë, incizon një sonat, performon një koncert. Këto kryesisht dëgjohen. A mund të mbrohet diçka që dëgjohet? Ne asociojmë dëgjimin me shpirtin. Fundja qiftelit deri në vitet e 90-ta, vetëm janë falur, asnjëherë nuk janë shitur. Përse mos të mbrohet edhe ajo që dëgjohet? Rrugën e institucionalizimit të muzikës në vendin ton e ka trasuar kompozitori ynë i parë, Lorenz Antoni, në fillim të shekullit 20. Me shkrimet e tij të para shkencore për folklorin ton dhe për punën kërkimore që ka bërë. Më pas erdhi shkolla e parë e muzikës në Prizren. Pastaj gjeneratët e para të kompozitorëve. Dhe mëtej instrumentistët e panumërt, vokalistët, krijuesit e teksteve, autorët, këngëtarët, nga folklori burimor të muzika klasike, nga roku, popi, hip-hopi e metallit të muzika elektronike e ajo alternative. Nga odat tona tradicionale, deri të skenat e mëdha të festivaleve, nga studiot e vogla të qyteteve tona, deri të mbi 43 ngjarje masive me fokus muzikor. Çdo nismë e jona, si kjo e sotmja, qëndron mbi supet e maleve shpirtërore që janë ndërtuar dhe vazhdojnë ta bëjnë Kosovën një vend hipermuzikor. Për këtë arsye, ne i kemi detyrim kësaj krijimtarie dhe këtyre krijuesve. Sot po shënojmë një hap që shkon përtej muzikës, sepse në thelb të kësaj nisme të krijimit të Kosova Music Rights Society, apo akronimi KMRS, dhe punës që i pret përpara, qëndron një ide më e madhe. Ajo e të drejtës për të zotëruar frytin e punës sonë, për të fituar edhe autori nga dobia publike. Kjo nuk është vetëm çështje ligjore, por edhe morale, kulturore e filozofike. Shoqëria që e njeh dhe e mbron krijimtarinë është shoqëri e cila beson në vetvete. Shoqëri e cila beson në të tashmen dhe në të ardhmen e saj. Po ashtu është shoqëri e cila edhe i respekton artistët e vet përveç se i don ata. Në muzikë e kemi inverzionin dhe retrogradin. Në institucione kemi MKRS dhe KMRS. E njëjta melodi, por tani me harmoni juridike. Një anagram institucional që flet për evoluimin tonë. KMRS tani është një organizat besimi midis krijuesve dhe shtetit, si dhe midis publikut dhe artit. Me këtë hap, Kosova hyn në një kapitull të ri të menaxhimit kolektiv të drejtave autoriale, duke u bërë pjesë e traditave botërore institucionale dhe rrjetit evropian të bashkëpunimit me organizata si CASEM e Francës, shoqërie autorëve, kompozitorëve dhe muzicianëve, dhe potencialisht me bashkëpunim me të gjitha të tjerat në botë, një partneritet që dëshmon për seriozitetin e kësaj nisme dhe për hapjen tonë drejt standardeve ndërkombëtare. Qeveria e Republikës Kosovës ka qenë dhe do të mbetet partnere e palëkundur në zhvillimin e industrisë së muzikës në të gjitha format e saj, nga kompozimi dhe interpretimi, te prodhimi, shpërndarja dhe mbrojtja ligjore e veprës. Me ligjin e ri për kulturën, me ligjin për të drejtat e autorit dhe të drejtat e parafërta, dhe me reformat të cilat po i ndërmarrim, ne po ndërtojmë themelit për një sistem që mbron e lartëson krijuesin dhe nxit ekonominë kreative. Le ta mbështesim këtë përpjekje të përbashkët, e cila bashkon zërin e krijuesve, forcën e institucioneve dhe ndërgjegjen e publikut.
Le ta kthejmë Kosovën në një laborator të së ardhmës kulturore, ku çdo tingull, çdo varg dhe çdo ide artistike gjen hapësirë për të dëgjuar dhe për të mbrojtur. Urime themeluesve të KMRS-s, përfaqësuesve të MKRS-s, partnerëve ndërkombëtar dhe të gjithë krijuesve që japin shpirt e gëzim vendit tonë për çdo ditë. Ju faleminderit. Është nder i madh të ju drejtohem sot në këtë rast të rëndësishëm të lancimit të organizatës menaxhimit kolektiv të drejtave muzikore në Kosovë. Kjo shënon një moment të rëndësishëm, madje do të thoja një hap vendimtar drejt mbrojtjes së të drejtave të krijuesve tanë, forcimit të themeleve të infrastrukturës së sistemit ligjor e institucional për zhvillimin tonë sociokulturor e ekonomik në vijim me objektivat shtetërore të asociimit të Republikës Kosovës me standardet e Bashkimit Evropian në fushën e drejtës së autorit dhe të drejtave të parafërta. Muzika gjithmonë ka bartur shpirtin dhe identitetin e kombit tonë. Që nga këngët tona tradicionale deri te ato moderne, ajo tregon historinë e saj se kush jemi ne, të vlerave, emocioneve dhe krimtarisë sonë. Por pas çdo melodie qëndron një krijues, një kompozitor, një tekst shkrues, një interpretues, kontributi artistik i cilit duhet respektohet dhe të shpërblehet drejt. Prandaj, themelimi i kësaj organizate është shumë më tepër se sa një përmbushje formale e kornizës institucionale, është para se gjithashtu shenjë e njohjes dhe mirënjohjes së punës krijuesve dhe artistëve tanë. Organizata e re për menaxhimin kolektiv do të shërbejë si organizëm i autorizuar për menaxhimin e drejtave të autorit dhe drejtave të parafërta në fushën e muzikës në emër të autorëve, kompozitorëve, interpretuesve dhe producentëve. Ajo do të menaxhojë lejimin zyrtar të përdorimit të veprave të muzikës në performanca publike, transmetime, platforma online dhe forma tjera të përdorimit komercial, do të mbledhë dhe shpërndajë të ardhurat me transparencë dhe do të sigurojë që përdorimi i veprave të krijuesve të jetë në përputhje me legjislacionin e Republikës Kosovës. Në këtë mënyrë ne po ndërtojmë një sistem modern që vlerëson krijimtarinë si pjesë thelbësore e zhvillimit tonë sociokulturor dhe ekonomik. Kjo nismë sotme është plotësisht në harmoni me ligjin për drejtën e autorit dhe drejtat parafërta të Republikës Kosovës dhe është e harmonizuar me direktivën e Bashkimit Evropian për menaxhimin kolektiv të drejtave të veprave muzikore. Duke zbatuar këto parime, Kosova forcon transparencën dhe llogaridhënien në menaxhimin e të ardhurave nga të drejtat e autorit, garanton përfaqësim të drejtë të gjithë anëtarëve, mundson bashkëpunimin me organizmat evropian të menaxhimit kolektiv dhe garanton siguri juridike për krijuesit dhe përdoruesit e veprave. E gjithë kjo pasqyron përparimin tonë të vazhdueshëm drejt integrimit evropian dhe angazhimin tonë për të respektuar të njëjtat standardet e qeverisjes, drejtësisë dhe efikasitetit që gjenden në hapësirën kulturore evropiane. Sot është një ditë e rrodhë, është një ditë e veçantë, jemi së bashku me ata që krijojnë muzikën, ata që mbrojnë muzikën dhe ata të cilët transmetojnë muzikën. Muzika është ajo që në përditshmëri na gëzon, na pikëllon, na heq mërzinë edhe na ndjek në momentet më të rëndësishme të jetës sonë. Me siguri që jeta do të ishte më e varfër, po mos të ekzistonin ata të cilët na mundsojnë përjetimet e muzikës. Përveç rolit të pazavendësueshëm të muzikës, muzika shqipe është ajo që vazhdon me na bësh shumë krenar. Muzika shqipe ka thyer kufit shumë herë, kjo ka bërë që Kosova të njihet jo thjesht për ekzistencën e saj, por ka afirmuar identitetin tonë për te kufive territorial, shoqëror, ekonomik, diplomatik dhe politik. Sot në drejtoritë e strukturave më të rëndësishme të sektorit muzikor, flitet për Kosovën si një burim jashtëzakonshëm të talentave të muzikës. Kjo arritje takon artistëve, të cilët kanë arritur me bëj shumë me pak e hiç. Kjo industri e muzikës ka që fuqishme në Kosovë dhe jashtë saj, paradoksalisht ka funksionuar për më shumë se 25 vite, pas një mbrojtje ligjore dhe pas një kompension në emër të drejtës së autorit. Është momenti që ky borxh moral të përmbushet komunitetit artistik dhe që të njihen në fund të drejtat më bazike e themelore, ashtu si çdo qytetar tjetër të Republikës Kosovës. I am deeply honored to welcome the creation of a collective management organization dedicated to protecting and promoting the music creators of Kosovo. Kosovo may be a young country, but it is profoundly rich in its culture, talent, and artistic vitality.
And culture, as we all know, is the soul of a nation and the foundation of its unity, resilience, and international voice. This is why I'm personally committed to supporting such initiative from the very beginning by meeting last March with the Minister of Culture and key partners in Kosovo, alongside the General Manager, Katrina Mehmeti. The establishment of this new organization is not only a milestone for Kosovo, it is also a powerful signal for Europe, a sign of that creativity knows no borders and that every nation, whatever its size, has a rightful place in the great European family of cultures and creation. Thank you.